E qartë. Zoti Balliu, do doja gjithashtu një mendim tuaj në lidhje me zhvillimet e fundit. Ne kemi pasqyruar protesta anë kënd Shqipërisë në lidhje me problematikën e reformës territoriale, që është një prej çështjeve më të nxehta që është duke prekur drejt për së drejti qytetarët e Shqipërisë. Çfarë mendimi keni ju dhe çfarë duhet bërë në rastin konkret për ta ndaluar këtë vendim të kryeministrit që me sa duket është përfundimtar dhe nuk ka një konsensus? Në fillim kur e bëri për herë të parë krimin territorial Edi Rama në vitin 2018, mos gaboj, 2019, në lidhje me reformën territoriale ose më para, nuk më kujtohet mirë, ka menduar gjithmonë që ishte thjesht interesi elektoral, që patjetër është edhe në këtë rast, por nuk është vetëm kjo. Kjo reform është gjithashtu në vazhdimsi, në mbështetje dhe në vazhdimsi të agjendës për shpopullimin e Shqipërisë. Ka një agjendë të mirëfillt shpopullimi, sepse nuk është rastësishme. Nuk ikin dot rastësisht 1,5 milion shqiptar në 12 vite, por ka një agjendë. Dhe kjo reformë territoriale është në mbështetje të kësaj agjende, sepse të gjitha ato bashki të cilat, për shembull, po marr rastin meqense e njoh më mirë si zonën e Prenjasit. Prenjasi është midis Mokrës dhe Pogradecit. Mokra është në Pogradecit. Dhe Prenjasi është midis Mokrës dhe Pogradecit. Si mund të bëhet Prenjasi pjesë e Librashtit? Qytetarët e asaj zone, e para edhe për shkak të mungesave të theksuar ekonomike, e kanë të pamundur që të përdorin makinën për shkuar deri në Librasht. Edhe për shkak të mungesës ekonomike. Një pjesa më e madhe e tyre nuk kanë makinë fare. Për këtë që të jemi të qartë, edhe e njoh si zonë. Edhe ata që kanë makinë për ta është shpenzim shumë i madh, karburanti, të shkojnë në Librazh dhe të kthehen nga Librazhi për çdo gjë që i lind nevoja një qytetari në ato qytete. Dhe duhet kuptojmë që qytetet të tilla janë tërësisht të varura nga bashkitë e tyre. Pra nga bashkitë respektive. Ato nuk e kanë mundësinë që do merren me qeverinë qendrore, pra nuk kanë ministrit atje. Çdo gjë që vërtitet në këto qytete vërtitet rreth bashkisë. Dhe nëse ti ja u heq bashkinë, praktikisht i ke hequr mundësinë e tyre për të marrë shërbime. Vendosja dhe përqendrimi i bashkimi i Prenjasit me Librazhin është jashtëzakonisht e dëmshme për atë zonë, por gjithashtu i detyron ato të largohen nga ajo zonë. Dhe kjo i ndodh edhe Librazhit, edhe Prenjasit, por kjo i ndodh edhe Selenicës edhe zonave të tjera. Pra edhe në rasti i Divjakës. Divjaka për shembull, nuk ka asnjë arsye se kam qenë i deleguar dikur në Lushnjë në Divjak dhe e njoh pak si zonë. Divjaka ka zero arsye për të bashkuar me Lushnjën. Divjaka është një zonë me shumë resurse, e cila e mban veten, bashkia atje është e nevojshme, është e rëndësishme dhe si territor Divjaka edhe Lushnja janë shumë të shtira, janë shumë të mëdha si territor për të mbuluar. Është e pamundur që Divjaka dhe Lushnja të bëhen një dhe njerëzit të marrin shërbimin që u takon aty, siç i takon çdo qytetari tjetër. Ne duhet të shtojmë bashki dhe jo t'i ulim bashkit, por ata të cilët diskutojnë që pse duhen shtuar bashkinë, ata nisen nga e mira sepse mendojnë që ka një diskutim nëse është më mirë apo është më keq. Të gjithë e dinë që është më mirë. Dhe në të gjitha takimet që kanë bërë Mazniku bashkë me zotin Boçi, u pa qartë në takimet me qytetarët që qytetarët donin të kishin bashkitë e tyre më pranë, njësoj siç kanë qenë dikur, më përpara. Unë mund t'ju flas për shkakun edhe për zonën në cilën unë jam dhe deputet, që është zona e Kasharit. Kashari sot është pjesë e Tiranës, por ndërkohë një qytetar në Kus nuk mund t'i ketë taksat njësoj si një qytetar që është në blok, është e padrejtë. Kashari duhet të jetë bashkim vete. Ju e keni parë, jam i bindur, ju e keni parë për shembull autobusi i Kasharit, linja e Kasharit. Ndërkohë që ajo linjë nuk shkon fare në Kashar, është qesharake. Domethënë, të gjithë ata qytetarë atje realisht nuk kanë mundësinë për të ardhur në Tiranë. Nuk shkon autobusi deri atje. Shkon diku në një rrugë të afërt dhe atyre duhet të zbresin nëpër autostradë që të vinë në Tiranë për të marrë qoftë edhe një certifikat, që është nonsens totalisht. Pra në këtë aspekt e gjithë kjo reformë, përveç se shkatron jetën e qytetarëve, ndihmon agjendën e shpopullimit, ndihmon Edi Ramën nga pikpamja elektorale, dhe ky është një tjetër interes, dhe gjithashtu e ndihmon këtë pushtet për të përqendruar vjedhjet e tyre. Pra të jenë më të saktë në vjedhje për të grumbulluar më shumë para që të vjedhin më shpejt. Se gjithë qëllimi i tyre është vetëm në këto